Do të flasim tani për aspektin shëndetësor, arrestet kardiake, duket që nuk njohin moshë dhe nuk përkursejnë as të rinjt. Kam kënaqësinë të diskutoj në studio me kardiologun e njohur, zotin Novruz Causha. Përshëndetje, kënaqësi duke. Përshëndetje. Një temë që padyshim sa e rënd kur dëgjojmë të tilla raste, edhe nevojshme, domosdoshme për të dhënë disa informacione dhe për treguar kujdes ndaj vetes. Unë për nismë një pyetje shumë të thjeshtë së pari. Çfarë është një arrest kardiak? Arresti kardiak emërtohet një ndalim i aktivitetit pomp të zemrës. Pra, zemra ndalon së funksionuari ose ndalon së rrahuri, ndalon punën e vetë. Dhe kjo vjen si pasojë? Nëse do flasim për shkaqet që çojnë drejt arrestit kardiak, atëherë duhet të mendojmë që ka shumë faktor. Nuk duhet të harrojmë që një arrest kardiak nëse nuk veprohet në kohën e duhur, nëse nuk janë njerëzit e përgatitur për t'i dhënë ndihmën dhe nuk është në vendin e duhur, atëherë ai çon vdekjen e papritur. Dhe këto mjaftojnë disa minuta ku zemra të mos ta rimarri më veten, por mund të ndodhi që nëpërmjet veprimeve tona ajo të rikthehet në jetë, por është truri ai që nuk rikthehen brapa. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm ose duhet të kemi informacione populata, duhet ketë informacione se si veprohet në raste të tilla, duhet ketë trajnime si veprohet në raste të tilla, dhe në ana tjetër, jo vetëm trajnime se nëse mungojnë defibrilatorët, atëherë kuptohet që edhe trajnimi nuk vlen. Do ta prekim të pjesë më pas, që të ndëti bari në radhë. Faktorët 50 ose 60% e tyre, e arresteve kardiake vinë ose burojnë nga ataket kardiake, ose nga infarkti akut, nga sëmundjet koronare, infarkti akut i miokardit, apo vuajtjet e tjera koronare. Këto zënë gati 50% e këtyre. Për sërim se unë njëjtë u bërë një pyetje dhe jashtë objektivit të kamerës, atak kardiak nuk është i njëjtë me arrest kardiak? Jo, atak kardiak është infarkti. Është një sulm, atak kardiak është sulm në zemër. Sulm në zemër është e përkthyer në një shqipe të thjeshtë që ka të bëjë kryesisht me sëmundjen koronare të zemrës dhe me infarktin. Ose me patologji që të ngjashme me infarktin, po që janë në rrugëtim drejt infarktit. Objekti është i njëjtë, koronaria, enët e gjakut që ushqejnë muskulin e zemrës. Jemi ne përgjegjës si individ të drejt për atë që ndodh me trupin tonë? Natyrisht. Dhe çfarë kujdese të drejt? Ne jemi, po e quaj, në 3/3 përgjegjës, përveç se, në 3/3 përgjegjës, përveç se rasteve kur arresti kardiak, ose ndalimi i aktivitetit të zemrës, se nuk është vetëm arresti, po edhe disa aritmi madhore, që ne quajmë fibrilacion atrial apo diçka tjetër, të cilët bëhen shkak për të çuar në vdekje, vinë me burime genetike. Pra, kur ato vinë me burime genetike, ose nga disa pasoja të lindura të zemrës, atëherë nuk kemi ne shkaktar, ose përgjegjësit e kësaj pune. Kur flasim për probleme që lidhen drejt për drejt me pjesëmarrjen tonë në këtë situatë, natyrisht që jemi përgjegjës. Pse do? Pyetja e parë është pse jemi ne përgjegjës? Atëherë, 3 kolona ka në këtë histori. Kolona e parë është si ushqemi. A jemi ne përgjegjësit e vetëm dhe kryesor të mënyrës si ushqemi? Natyrisht po, s'na ushqen njeri me zor. Absolutisht. Ne ham vet, pim vet, teprojmë vet, abuzojmë vet, nga gjërat e thjeshta deri tek substancat e ndaluara, droga. Një kolonë. 2. Mos marrja pjesë në mos ushtrimi i aktivitetit fizik, ku njeriu fillon dhe konsumon të gjithë energjitë e grumbulluara nga ushqyerja, dhe nga ana tjetër e ndihmon zemrën dhe gjithë trupin që të zhvillojë enë të gjakut të zemrës. Veçanërisht po flasim për koronaret. Sa më mirë dhe i vazhdueshëm dhe i përditshëm aktiviteti fizik, aq më të shëndetshme janë enë të gjakut tona. Më falë, doktor, në tjetër raste ne jemi ndeshur dhe me individ të cilët janë marrë me sportin. Pra janë sportistë apo ushtrojnë. Okej, në është shkak tjetër vdekja ajo dhe është tjetër arsye. Në rregull. Po flasim, po unë përgjigjem pyetjes së drejtuar. Dakor. Po për se humbur ndaj Dhe kolona e tretë është sa afër jemi me mjekun. Pra, na ka ndodhur apo s'na ka ndodhur një histori zemre? Sa afër jemi mjekun? Sa afër jemi pavarësisht nga mosha, mbi 25-30 vjeç,
sa afër jemi ne me check-upet e rutinë. Kalohet një moshë e caktuar, sa afër jemi me check-upet tona më shumë se rutina. Qartë. Sa të ndëgjeshëm jemi në trajtim, në marrjen e medikamenteve. Sa jemi ne pjesëmarrës në ndjekjen tonë pasi ka ndodhur fenomene në zemrën e pacientit. Do të thënë, është bërë një ndrrim valvule, është ndryer me një aparat hapshënues që i themi ne, janë vendosur stent për problemet koronare. Në raste që na bëjnë më tepër përgjegjës dhe reagimit e menjëhershëm. Të korona që përmenda unë, jemi ne ata që e udhëheqim këtë iniciativë të çuarjes së vetes tonë drejt përfundimeve fatale. Ndërsa për rastin që sapo përmendet, ajo është një diagnozë tjetër, e cila është me predispozicion genetik për njerëzit që nuk merren me sport, dhe tek ne njihet shumë mirë nga kardiologët si kardiomiopatia hipertrofike, ku trashë shumë muret e zemrës dhe kthehen në pasoja, dhe ato kthehen në një burim të një aritmie shumë madhore dhe të vdekjes papritur, ndërsa tek njerëzit që merren me sport, po dalë te pyetja juaj, njihet si zemra e atletit. Gjithë botën është term, që do të thotë që nga stërvitjet e vazhdueshme për një kohë të gjatë nga kërkesat e mëdha, një pjesë e tyre trashin muret e zemrës dhe trashja e mureve të zemrës kthehet në një burim për të bërë arritje të mëdha dhe për vdekje të papritura. E qartë, tani u përikthehemi edhe një herë ushqimeve, çka së pari për të dhënë disa sugjerime çfarë ne na ndikojnë për keq dhe çfarë duhet të ndoshta të konsumojmë që ta ndihmojmë trupin tonë në raport me këtë. Natyrisht. Tek mënyra se si ne ushqemi, gjejmë plot faktor të cilët shoqata botërore dhe europiane e kardiologjisë i ka klasifikuar në faktor rreziku madhor për problemet e zemrës. Po. Dhe këtu i fillojmë me radhë kripën. Teprica në konsumimin e kripit. Alkoolin. Ngrënjet pa kriter, ku burim kryesor zën produktet ushqimore me origjinë shtazore. Dhe konsumi pa kriter i yndyrës së përpunuar, përdorimi i tigan, i skuqjes. Skuqjes me pak fjalë. Shumë thjeshtë. Po e vlerësoj thjesht skuqjen. Përdorimi i vajit që nxehet, përpunohet. Të gjitha këto janë elementë të cilët sot futen, klasifikohen në faktor rreziku madhor për problemet e zemrës. Duhani, është e njëjta histori si këta që përmenda. Dhe fatmirësisht janë faktor madhor që modifikohen. Pra, jemi ne që i fillojmë, jemi ne që po të duam i ndalojmë, pra janë të modifikueshëm, që është element shumë i rëndësishëm. Se nëse unë them trashëgimnia yndyrore, zvaret nga ty, zvaret nga pacienti, zvaret nga prindi, pse e ka marrë vllai, motra apo fëmia. Po. E kupton? Apo diabeti kur trashëgohet, zvaret nga ty, ata janë të pamodifikueshëm. Absolutisht. Janë të kurueshëm, po janë të pamodifikueshëm. Pra, të gjitha produktet ushqimore, të cilat një janë me tepri, dy kanë në bazën e tyre elementi unë sapo përmenda, kripën, konsumet e alkoolit, ushqimet me yndyrë shtazore, që janë shumë të ngarkuara në yndyrë, dhe ushqimet e përpunuara janë faktor goxha të rëndësishëm, të rrezikshëm për shëndetin e zemrës. Dëgjojmë shpesh në përditshmëri dhe shfrytëzoj rastin ta qartësojmë. Ndikimi i stresit apo përdorimi i tepërt i kafes janë faktor? Kafja nuk është faktor. Nuk është faktor. Jo. Sot ka studime për kafe ka plot. Nuk kanë dalë në studime kështu përfundimtare, por ka plot studime që nuk e ngarkojnë kafen, përdorimin e kafes si një faktor i madh të riskut problemet kardiake, me përjashtim të rasteve të hiperdjeshmërisë që mund të kenë njerëzit nga kafeina. Kjo është reagim në organizmin nga kafeina. Ndërsa kjo i përket kafes, që është etil, ndërsa çdo element tjetër që lidhet me kafen, natyrisht që ndikon negativisht në zemrën e tonë. Stresi? Stresi ka vite që është klasifikuar, është klasifikuar në faktor rreziku për sëmundjet kardiovaskulare. Domethënë, nuk është ushqim, nuk është aktivitet fizik, por është një ngarkesë shumë e tepruar sepse çliron të gjitha hormonet adrenergjike, katekolaminat, elementë të cilët në fundit ku çojnë në rritjen e aktivitetit të zemrës, dhe një person i cili ka probleme kardiake,
dhe ti rrit aktivitetin, punën e zemrës, prish atë raportin ndërmjet nevojës që ka zemra për gjak, që ka ushqim, dhe sasisë që ti qonë në zemër, ku ende gjakut mund të kenë probleme. Edhe stresi është klasifikuar përveç, sot flitet shumë edhe për një faktor të stresit i cili nxit inflamacionin në gjakut të zemrës, që është themeli i fillimit të bllokimit të enës gjakut të zemrës. A paralajmëron zemra? Zemra, atëre, nëse do flasim për disa sindroma genetike, nëse do flasim për këto element, zemra nuk paralajmëron. Por, nëse do flasim për gjithë pjesën tjetër të paralajmërive, natyrisht që paralajmëron. Por, paralajmërimet që bën zemra nuk janë klasike. Qartë. Ka një mori shenjash të cilët nga gjithkush nuk duhet të nënvlerësohen. Për mos thënë tipike që është dhimbja e gjoksit, shkojmë të këputja, të djersitja, të pafuqia, të marrja e frymës, të lodhja për një sendet vogla, mirë është që gjithë njerëzit që ndjenë të djersitja të pruar në sforcot vogla, të gjitha këto bëjnë që njeriu të thrasi pak vetes se kam nevojë për një kontroll. Pastaj, gjatë kontrollit mund të dali problem kardiak, mund mos dali problem kardiak. Jam i sigurt që japi përgjigje edhe shumë qytetarëve, po ndoshta keni përballë një pacient të mundshëm. Pirja e krahut të majt të shpesht? Jo gjithmonë i lidhur me. Jo domosdoshmërisht. Jo, sepse nganjëherë pirja është element i prekjes së nervit që vjen nga prekja e nervave në shtyllën kurrizore, sidomos pjesa cervikale, kështu që nuk është bërë as problem kardiak. Qartë. Ndërkohë, çfarë duhet të kemi parasysh kur dikujt i ndodh një arrest kardiak? Si qytetar flas, se padyshim profesionistët e njohin mirë, por nëse japin disa sugjerime. Problemi bazë këtu është problemi i trajnimit të qytetarëve. Ne nuk e kemi një trajnim. Shiko, teorikisht e kemi te kryqi kuq para se të marrësh patentën. Po, e drejtë. Edhe një pjesë e madhe e shqiptarëve sot, për mos thënë, nuk e di, besoj se di përqindje, po një pjesë shumë e konsiderueshme e kanë patentën. Po a e kanë kryer kursin? Kështu që më kupton, aty merr informacion, nëse aty bëhet seriozisht, e kupton, ku ti e ke një hallk ku të detyron ligji të shkosh në këtë kurs, dhe nëse aty bëhet seriozisht, ti merr informacionet e para. Sepse ti duhet dish si ta shtrish pacientin, ti hapësh rrugët e frymarrjes, si t'ia ngresh kokën, çfarë veprimesh do të kryesh me zemrën e atit, deri në momentin që do vi para mjekësori, i cili është më i kualifikuar, ka në ambulancë edhe goditësin elektrik, që mund ta rikthejë zemrën në jetë. Shiko, ne kemi patur në aktivitetin e përditshëm çdo kardiolog që punon në spitale dhe në qendra të mëdha spitalore, ndeshet me ndalime zemre për arsye të ndryshme të zemrës dhe nuk e keni idenë sa kënaqësia është kur ai rikthehet në jetë. Dhe të gjithë kemi eksperienca shumë pozitive nëse jemi në kohën e dur, në vendin e dur dhe kemi pajisjen e dur. Po këtë do ta bëjë gjithë popullata. Që të trajnohen, që të kuptojnë dhe natyrisht shteti duhet t'i furnizojë me defibrilator. Unë para pak kohësh në Rinas pash një defibrilator. Sinqerisht më pëlqefi. Po se jeni dhe profesionistë. Po sepse sinqerisht më pëlqefi. Nuk e di sa veta din ta përdori, nuk e këtë s'di të them dot, po unë pash një defibrilator në disa ambiente. Është shenjë shumë e mirë. Në Europë e kemi në autobuza. Në autobuza, jo në ambiente publike. Në ambiente s'bëhet fjalë për në ambiente publike. Stacione treni, stacione autobuzash, ku ka mblidhen njerëz ka defibrilator. Në Shqipëri po, në për spitale. Pak në spitale e kemi? Po, në spitale. Jo, janë pajisje që janë. Edhe në klinika mjekësore, ku sidomos ka kardiolog brenda, të gjithë janë pothuajse të ndërgjegjësuar që një moment mund të duhet një jetë e shpëton, s'ka çmim një jetë, kështu që mund të ndodhi që ta shpëtosh një jetë, derisa ti bën vizita kardiake. Sa minuta duhen që ta shpëtosh një jetë njeriu në raste të tilla? Atëherë, relativisht. Problemi më i madh është përveç zemrës është truri. Që do thotë? Që do thotë, se ne mund të bëjmë të gjitha përpjekjet brenda një kohe të caktuar, 4-5 minuta, ne e kthejmë zemrën dhe zemra rikthehet në jetën e saj, në aktivitetin e saj normal. Po nëse kalojnë 4-5 minuta, maksimumi 6, po sa më herët më mirë, atëherë është truri ai që nuk bën mbrapsh. Vështirësitë më të mëdha i kemi me trurin, ku ti fiton një njeri me aktivitet zemre normal, por me aktivitet trunor të shuar. Një njeri që vegjeton. Sa mirë është kjo? Le për diskutuar.
Por, aman, ka do minutat e veta. Në kardiologji, ne përdorim termin koha baraz muskull. Do me thënë, nëse ti kohën, zemra dëmtohet më shumë. Nëse ti godet në momentin e dur dhe shkon në spital, në kohën e dur, në momentin e dur, fiton kohë, po fitove kohë, ke fitu muskullin e zemrës. Po bë një pyetje në formë të përmbledhur, po e pres përgjigjen tuaj. Si ta kemi një zemër të shëndetshme? Pra, unë po them pas kësaj bisede, unë dërgjësova edhe më tepër. Jam i sigurt edhe për qytetarët. Po, këto janë sinjale, këto janë mesazhe që kushdo që mund t'i dëgjoj, mund t'i zbatoj të vetë. Absolutisht. Nuk janë, do me thënë, zbatimi i këtyre nuk kërkon as kohë shumë të madhe, as kosto shumë të madhe. Heqim programet shtetërore, ku gjithë bota, të gjithë e ditë, se gjithë kanë parë, kanë njerëz të tyre, ku si i marrin telefon dhe i thonë, hajde për gjirin, hajde për problemet ginekologjike, hajde për problemet kardiake, hajde për këta analiza për këta. Por, gjithse cili nga ne e kanë dorë vetën e vetë. Dhe në varësit të moshës, mendoj që a i mund të kryej disa egzaminime, gjithmonë në varësit të moshës, duhet të kryej disa egzaminime të cilat, nga të cilat ne marrim informacionin e parë. Po pse, më falë, pse në varësit të moshës? Rasti që neve u indikuam edhe uftuam juve që rasti 16 vjeçares në Shkodër. Kjo mund tjetë ndoshta edhe e trashëguar, nuk e dim, por ka dhe rastet të tilla që janë të vegjël. Shiko, nëse do bëjmë këtë lloj, do t'i referohemi moshës, do të bëjmë dhe një, të përmendim një lloj klasifikimi. Do më është tjetër gjë kur flitet për një vdekje të porsalindurit deri në 1 vjeç, ka tjetër klasifikim në standardet botërore. Tjetër kur flitet për fëmijët childhoodin nga 1 vjeç deri në 18 vjeç, maksimumi 20 vjeç. Tjetër kur flitet nga 20, 35 dhe 35 e lartë. Të gjitha këto kanë arsye të ndryshme të ndalimit të zemrës apo të vdekjes. Po e marr thjesht. Një moshës së tillë, zakonisht vdekja nuk vjen ose nuk i ka shkaktarët vdekja një lloj si te një moshë 50, 40, 45, 50, 60, 70, 80. Pse? Sepse problemi koronar që në atë moshë të vonuar, të moshë i përmenda, është shkaktari kryesor, te këto mosha nuk është problemi koronar. Me përjashtim vetëm të rasteve kur sëmundja koronare është një patologji e ndryshme nga norma. Do me thënë ajo ka devijim nga norma dhe natyrisht përbën një problem dhe apo një vdekje të papritur. Të tilla raste kemi sindromat genetike ku anohet më shumë, janë sëmundjet e lindura të trashjes murjeve të zemrës, kemi një sindrom që ne e quajmë sindromi QT-s zgjatur ku ndos një veprim është gjithmonë me sistemin elektrik të zemrës, kemi një sindrom tjetër që e quajmë Brugada sindrom, pra janë disa elementë të lindur të cilët çojnë në një vdekje të papritur, por nëse diagnostikohen kanë zgjidhje. Gjendën zgjidhje. Kanë zgjidhje. Dhe mos harrojmë që në të gjithë botën, po ta jap statistikë të 2024-s, 1/3 e vdekjes së këtyre moshave nuk u gjendet shkaktar. Zemra normal në autopsi. Dhe në autopsinë molekulare, që është një nga risit së fundit, vitet e fundit të gjetjes shkaktarëve të vërtet edhe të vdekjes, gjendet zemra normale. Si është e mundur? Është e mundur sepse janë shumë patologji që quhen, ka dhe një lloj patologji që quhet patologjia e kanaleve të joneve, e cila është një patologji shumë qelizore dhe ajo duke bërë çrregullim të nivelit të joneve, të elektrolitëve në gjak dhe në ato kanale, çrregullon komplet sistemin elektrik dhe çon deri o në takikardi ventrikulare, që është vdekje, ose në një arrest kardiak. Nuk është mangë dot, sa të ndërgjegjësuar jemi ne si popullat? Mendoj që pak. Mendoj që pak sepse, shiko, tek ne është me fushata. Sa dëgjohet një lajm dhe bëhet publik, në ato 2-3, 1 javë, 2 javë, 3 javë, shef plot të rinj që kanë dëgjuar dhe vinë me vrap. Sa sheshohet ai lajmi, atëre ti nuk i ke me këto mosha, vinë ata që kanë probleme të vërteta, etj. Nuk është problemi tek njerëzit që kanë probleme të vërteta. Ata do vinë se vuajnë. Patjetër. Ai ka një simptom që vuan, ai do vi. Dhe e dyta, ai ka vuajtur dhe e di ç'është vuajtja dhe kur bëhet mirë, ai e kërkon të jetë në kontakt me mjekun. Problemi është ky brez, 30, 35, 40, i cili mendon që është i fortë, mendon që nuk sëmuret, nuk them do të mendon që s'ka vdekje, por mendon që atë se gjë. Ky është brezi më i vështirë. Plus që mos harrojmë që
ka vite që edhe në Shqipëri, si kudo në botë, është ullur shumë mosha e shfaqjes së sëmundjeve të zemrës me origjinë ende gjakut dhe vdekjeve të papritura. Themeli është abuzimi në drogra dhe në alkool. Pa lënë pa përmendur, si që fola që parë, aktivitetin fizik. Është domosdoshmëri, është komponent, po ka që i rëndësishëm sa që fola. Kur thoni aktivitet fizik, po bëj pak më të kuptueshme për gjithë publikun, gjithë grupë moshat e kategoritë, domosdoshmërisht palestër? Jo. Apo jo? Jo domosdoshmërisht palestër, se jo ditë njerëzit kanë mundësi të shkojnë palestër, jo ditë njerëzit kanë kohën për të shkuar në palestër, jo ditë njerëzit janë të përgatitur për të shkuar në palestër. Unë mendoj që boll të hecin në natyrë, të hecin me një ritëm që t'i çojë deri te djersitja e tepruar, është edhe të bëjnë mesatarisht 5-7 kilometra, janë okej. Të përditshme. Për këtë do, qoftë një të shëndetshëm, qoftë dhe një cëmur. Edhe një cëmur, është e njëjta këshill dhe për një cëmur. Por një cëmur, në varësi të gravitetit ose rëndesës së smundjes si ka, mënyra se si do lëvizi konsultohet me kardiologun. Një i shëndetshëm që nuk ka probleme, e ka shumë të thjeshtë ta zbatojë. Ndërkohë, një person që kërkon të jetë në kontakt të vazhdueshëm me vëzhgimin e mjekut, sa kohë i merr? Çfarë kostoj i merr? Edhe kjo në varësi të moshës, prap. Pse? Sepse një 30-35 vjeçar që nuk ka, që ushqehet shëndetshëm, që ka probleme genetike, familjare, që nuk është abuzues, qoftë në ushqime, qoftë në alkool, qoftë në këto elemente tjerë, një në vit është mjaftueshëm. Edhe testet sot çdo kardiolog, jo kudo, po dhe në Shqipëri, është në gjendje të bëj një vlerësim me sigurinë e 99% së kësaj që po flasim. Është në gjendje të bëj. Pastaj, nëse flasim për mosha të reja me probleme, obez, me diabet, që dhe obeziteti është i shkaktar më vete i vdekjeve të papritura. Vetë obeziteti është i shkaktar më vete. Natyrisht. Atëherë, këta është mirë t'i nështrohen disa programeve, t'i jenë pranë mjekut, t'i gjojnë këshillën, të rregullojnë peshën e tyre dhe natyrisht të rregullojnë balancën ndërmjet kalorive që marrin dhe që harxojnë. Mes jetës dhe vdekjes, si është thjesht një profesionist i tillë? Shiko, kjo është një ndjesi që e provon dhe e shijon vetëm ai që jeton atë moment. Domethënë, është shumë e çuditshme, po shumica e këtyre pacientëve thonë, pse më zgjove, thot, kur unë isha një fushë me lule. Ai po në realisht kishte vdekë, kupton? Kjo është deklarata që bëj. Po shumica e pacientëve, të paktën me mua ka qenë kjo deklaratë. Që pse më zgjove, unë isha një fushë me lule, aq të bukur sa. Pra momenti i parë që i riktheni. Kur ai kur ka qenë në vdekje. Jo, kjo është fjalia e parë që thon kur kthej. Zgjohet dhe që kthjellë, që është i kthjellë, thotë pse më zgjove, thotë. Unë isha një fushë me lule që ishte shumë bukur. Pra, është një kënaqësi e jashtëzakonshme të shikosh një njerëz të vdekur të ngrihet në këmbë. Çfarë përgjigje jepni? Sipas rrethanës kam shtypën. Natyrisht, po është kënaqësi. Domethënë, pak e besojnë, por të tërë do ta kuptojnë, ata që e kanë për së dyti e dinë shumë mirë këtë. E dinë shumë mirë. Qoftë të mitë, qoftë të kujdo. Domethënë që kanë bërë një vdekje, është ndodhur kardiologu apo personeli mjekësor, ka bërë goditjen elektrike, ka kthyer në jetë, ai e di shumë mirë se ç'është. Por natyrisht edhe ne kemi kënaqësi të veçantë. Është një ndjesi që nuk shkruhet, nuk thuhet, është një ndjesi që ti e ke brenda. E shikon atë. Jo pa qëllim e shfryzova këtë 1 minutë shfundit që të bëj një pyetje disa personale. Kështu na dha dhe emocione këtë. Të vlerësuar ndjeni me këtë profesion edhe në raport me qytetarët? Nuk do ta sikur të rikthesh edhe një herë 18 vjeç kur mora mjekësinë dhe 28-29 kur fillova kardiologjin, nuk do ta ndroja me asgjë tjetër. Më ka lodhur, na ka konsumuar, por nuk do ta ndroja me asgjë tjetër. Do të rikthesha të njëjtat vuajtjeve prapë. Janë vuajtje, të mos harrojmë që secili nga ne që ka punuar në spitale rajonal, ku numri i kolegëve tanë dikur ka qenë i vogël, kemi kaluar për mos thënë 1/4 e kësaj moshës, 1/3, 1/4 e kësaj moshës aktive, e kemi kaluar roje nëpër pavione. Domethënë është sakrificë etike, por që unë prapë sot i kthesha nëse Zoti arrin më çojë në ato kondita. Me lejoni t'ju komplimentoj për profesionin, për qëndrimin, për mesazhet edhe për kohën që gjetë për qenë sot në studio. Faleminderit. Le të shërbej gjithë dëgjuesve një mesazh i tillë. Qartë. Falenderoj shumë.